Keni duar të thata. Provoni këto receta natyrale dhe shikoni rezultatin. Ndryshimi i stinëve dhe temperaturave manifestohet edhe me simptoma të ndryshme që prekin shëndetin e lëkurës. Duart janë të parat që përballen me pasojat të ndryshimeve. Ato përthahen dhe rrudhen dhe temperaturat e ftohta ose të nxehta shkaktojnë ndryshimin e lëkurës. Për të evituar këtë problem, përdorni vajin e ullirit. Vaji i ullirit përmban acide yndyrore omega-3 dhe antioksidant që ushqejnë dhe zbusin dhe mbi të gjitha hidratojnë lëkurën. Mund të përdorni mjaltin, ajkën e qumshtit, kosin dhe lëngun e limonit. Përdorimi i këtyre trajtimeve në kushte shtëpie gjithashtu mund t'japë rezultate të kënaqshme në shëndetin e lëkurës së duarve, duke evituar kështu rrullosjen ose tharjen e tyre për shkak të temperaturës.